Të gjithë e dim se uji është jeta, na kanë thënë që kur ishim fëmijë, pi sa më shumë ujë që të jesh i shëndetshëm. Por a do më besonit nëse do ju thosha se mënyra se si po pini ujin pikërisht tani, mund të jetë arsyeja kryesore pse ndiheni të lodhur, pa fuqi dhe me stomak të fryrë çdo ditë. Shumë njerëz pinë 2 apo 3 litra ujë në ditë dhe përsëri kanë buzë të thara, lëkurë të pajet dhe një ndjesi këputje sikur nuk kanë fjetur fare. E vërteta është se ju mund të pini sasinë e duhur, por nëse bëni një gabim shumë specifik të cilin e bëjnë 90% të njerëzve, ky ujë nuk po shkon në qelizat tuaja. Përkundrazi, ai po u shpërlan mineralet, po ju hollon acidin e stomakut dhe po ju mbyt metabolizmin. Në këtë video do të flasim për shkencën e hidratimit të vërtet. Do të zbulojmë se pirja e ujit akull apo pirja e tij me nxitim është një krim për organet tuaja. Dhe më rëndësishmja, do ju tregoj një truk të thjeshtë se si ta pini ujin që të keni energji maksimale që në 5 minutat e para. Kjo nuk është thjesht një këshill, është një ndryshim biologjik që do ta ndjeni më një herë. Qëndroni me mua deri në fund, sepse pika e tretë do t'ju bëjë që të mos e shikoni kurrë më gotën e ujit me të njëjtin sy. Le të fillojmë me gabimin që shohim kudo, sidomos kur temperaturat rriten. Pirja e ujit akull të ftoft direkt nga frigoriferi. Imagjinoni trupin tuaj si një motor që punon në një temperaturë konstante për 37 gradësh. Ky motor ka nevojë për nxehtësi që të tresë ushqimin dhe të prodhojë energji. Kur ju merrni një gotë me ujë akull dhe e pini me shpejtësi, çfarë ndodh brenda jush? Trupi pëson një shok termik. Organet tuaja, sidomos stomaku dhe mëlçia, duhet të ndalojnë çdo proces tjetër përfshirë tretjen dhe djegjen e dhjamit, vetëm për të ngrohur këtë ujë që ju sapo futët. Ju po harxhoni energjinë tuaj të çmuar vetëm për të sjellë ujin në temperaturën e trupit. Por dëmi nuk mbaron këtu. Uji ftoft bën që enet e gjakut rreth stomakut të ngushtohen. Kjo do të thotë më pak gjak për tretjen, më pak oksigjen për qelizat dhe një bllokim i sistemit limfatik. Nëse pini ujë të ftoft gjatë ngrënies, yndyrnat e ushqimit ngurtësohen brenda stomakut duke bërë shumë të vështirë për t'u tretur. Dhe rezultati, fryrje të mërshme, gazra dhe një ndjesi rëndesës që zgjat me orë të tëra. Po cila është zgjidhja? Uji temperaturës së dhomës ose uji pak i ngrohtë? Uji i ngrohtë ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe relakson muskujt e tretjes, duke lejuar hidratimin të ndodhë pas forcim. Shumë prej nesh e shohin pirjen e ujit si një detyrë që duhet mbaruar shpejt. Kthejmë një gotë të madhe me një frym. Ky është gabimi i dytë i madh. Trupi ynë nuk është një kovë që mbushet, është një sungjer që duhet ta thithë lëngun ngadalë. Kur pini shumë ujë me shpejtësi, veshkat tuaja hynë në panik. Ata shohin këtë rritje të papritur të vëllimit të lëngjeve si një kërcënim për ekuilibrin e elektroliteve. Po çfarë bëjnë ato? E nxjerrin këtë ujë jashtë sa më shpejt të jetë mundur nëpërmjet urinës. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz pinë ujë dhe pas 10 minuta shkojnë në tualet. Ky ujë nuk ka hyrë kurrë në qelizat tuaja. Ai ka kaluar thjesht si një lumë që shpëlan me vete mineralet tuaja të çmuara si natriumi. Kur ju shpëlani këto minerale, ju ndiheni të lodhur. Qelizat tuaja kanë nevojë për këto elektrolite që të komunikojnë me njërin tjetrën. Pa to, truri punon më ngadalë dhe muskujt ndihen të këputur. Mënyra saktë është glënk pas glënke. Pini ujë ngadalë, mbajeni pak në gojë përpara se ta gëlltisni. Pushtyma juaj është alkaline dhe ndihmon në stabilizimin e acidit të ujit në stomak. Duke e pirë ngadalë, ju jepni kohë trupit ta shpërndajë ujin në mënyrë uniforme në çdo qelizë, pa stresuar veshkat. Ky është gabimi që bëjnë pothuajse të gjithë shqiptarët në dreka darka, gotë e madhe me ujë në mes të vaktit. Ky zakon është vrasësi numër 1 i energjisë tuaj pasdites. Pse? Stomaku juaj prodhon një acid shumë të fortë të quajtur acid klorhidrik. Ky acid është i domosdoshëm për të zbërthyer proteinat dhe për të vrarë bakteret të dëmshme që mund të jenë në ushqim. Kur pini ujë gjatë ngrënies, ju holloni këtë acid. Është njësoj si të hidhni ujë mbi zjarrin që po gatuan ushqimin tuaj. Zjarri fiket, ushqimi mbetet i pazir. Kur acidi hollohet, ushqimi nuk tretet, por fillon e kalbet dhe fermentohet në zorrat tuaja. Kjo prodhon toksina që kalojnë në gjak dhe ju bëjnë të ndjeni sikur ka zënë rrota makines pas ngrënies. Kjo është ajo lodhja pas bukës që na detyron të kërkojmë kafe. Mos pini ujë 30 minuta para vaktit dhe të paktën 45 minuta pas vaktit. Lërni stomakun të bëjë punën e vet me përqendrim maksimal të acideve. Nëse vërtet keni nevojë për lëng, merrni vetëm një glëng të vogël ujë të ngrohtë me pak limon për të ndihmuar rrëshqitjen, por kurrë një gotë të plotë.
A keni vënë re se kur pini ujë në këmbë, shpesh ndjeni sikur uji bie direkt poshtë. Kjo nuk është thjesht ndjesi. Kur pini ujë duke qëndruar në këmbë, lëngu kalon me shpejtësi të madhe nëpër ezofag dhe godet direkt veshkat me presion. Kjo mund të shkaktojë probleme me filtrat e veshkave në afatgjat dhe nuk lejon trupin të thithë ushqyesit. Gjithmonë uluni kur pini ujë. Kur jeni ulur, sistemi juaj nervor është në gjendje pusho dhe tret, gjë që lejon hidratim optimal. Dhe një pikë tjetër etike. Uji sotëm që blem në shishe plastike është ujë i vdekur. Ai është filtruar aq shumë sa nuk ka mineralet natyrale që trupi njeh. Pirja e këtij uji të zhveshur mund të jetë po aq e dëmshme sa mos pirja, sepse ai vjedh mineralet nga kockat dhe dhëmbët tuaj për t'u balancuar. Si të gjallëroni ujin? Shtoni një majë krip natyrale në ujin tuaj. Kripa përmban elektrolite që e bëjnë ujin të ngjashëm me lëngjet e trupit tonë. Gjithashtu, shtimi i disa pikalve limon ose një fletë menteje ndryshon strukturën e ujit, duke bërë atë më të lehtë për të përthithur nga qelizat. Tani që i dim gabimet, le të ndërtojmë ritualin perfekt që do t'ju jap energji të përshtatshme. Uji mëngjesit. Sapo të zgjoni, pini 2 gota ujë të ngrohtë, shtoni pak limon dhe një majë krip. Ky është detoks i parë i ditës që zgjon veshkat dhe pastron zorrët nga mbetjet e natës. Uluni dhe shijoni. Mos pini ujë ndërsa vraponi për në punë. Uluni, merrni glënka të vogla. Respektoni tretjen. Stop ujit gjatë vakteve. Do të shikoni se si fryera e barkut do të zhduket brenda 48 orëve të para. Dëgjoni trupin. Mos pini ujë me zor vetëm se keni dëgjuar që na duhen 3 litra. Shpërndajni sasinë gjatë ditës dhe kontrolloni urinën. Nëse është krejtësisht e bardhë si ujë, po pini shumë dhe po humbisni minerale. Hidratimi nuk është sa ujë pini, por sa ujë thithni. Ndryshoni këto zakone të thjeshta dhe do shikoni se si energjia juaj do të kthehet në nivele që nuk i keni pasur prej vitesh. Tani kam një pyetje për ju. Sa për ju shepin ujin me akull apo gjatë ngrënies? Shkruani po në komente nëse e bëni këtë gabim. Mos u shqetësoni, të gjithë e kemi bërë. Gjithashtu, tregoni nëse keni ndonjë pyetje specifike për ujin dhe unë do përgjigjem personalisht. Nëse kjo video ju hapi syt, bëni një like dhe shpërndajeni me miqtë tuaj. Shihemi nesër, ku do flasim për një temë që do t'ju lër pa fjalë. Çfarë ndodh trupit tuaj nëse hiqni dorë plotësisht nga sheqeri për vetëm 14 ditë? Ky do jetë revolucion për shëndetin tuaj. Faleminderit që na ndoqët.